Anor. Me mua mos jep më llapë. Ander. Vëlla i madh ju fton të ndaheni në 3 grupe dhe të përballeni me një garë ku reflekset dhe koordinimi janë çelësi. Loja quhet Vishu, Vrapo, Zhvishu dhe skuadra më e shpejt do shpallet fituese. Gara nis në dhomën e gjumit, ku 3 banorët e parë të secilit ekip duhet të veshin sa më shpejt pantallonat, bluzën, xhaketën, çizmet, dorashkat dhe kapelën që ndodhen aty. Pasi janë plotësisht të veshur, vraprojnë drejt pikës së dytë, Lori Kafe, ku i presin antarët e tjerë të skuadrës. Aty duhet të zhvishen me shpejtësi dhe t'ia kalojnë rrobat banorëve të dytë të skuadrës, të cilët duhet të përsërisin të njëjtin proces dhe të vazhdojnë drejt kuzhinës. Loja vazhdon me të njëjtën skemë në çdo pikë të caktuar. Ngrimi, storm dhe së fundmi living, ku banori i fundit i ekipit që vishet i sjell fitoren skuadrës së tij. Ndahuni në 3 grupe me 5 pjesëtar. Lideri do të kujdeset për mbarvajtjen e lojës. Loja nis me rënjën e gongut. Destinacionet. Jo, do i ndaj unë ekipet. Ja, një sekond, ta mbaroj dhe pastaj ju a shpjegoj. Destinacionet. Pika e parë është dhoma e gjumit ku do jetë nisja. Pika e dytë është Lori Kafe në obor. Pika e tretë është kuzhina. Pika e 4 është grimi, pika e 5 stormi dhe pika e 6 living, që është finishi. Tani, do ndajmë 3 grupe. Si? Lori Kafe? Dhoma e gjumit, Lori Kafe, ja se doja shpjegoj tani. Tani, ja një sekond. Jo, do jeni kështu, ja një sekond. Do ndahen 3 grupe nga 5 pjesëtar që do i ndaj unë nuk do jemi përfshirë në lojë, do kujdesem. 5 pjesëtar do jetë në një vend. Po. Unë nuk do jemi përfshirë në lojë, do kujdesem vetëm për mbajvartjen e lojës dhe për ndarjen e grupeve. Tani secili nga pjesëtarët, i pari do jetë te dhoma e gjumit, i dyti do jetë te Lori Kafe, nga secili skuadër. Domethënë do jenë 3 atje nga secili grup në secilin vend. Kush vishet i pari fiton. Kush arrin tek pika e fundit, nga secili grup arrin tek pika e fundit i veshur me veshjen që jepet aty, fiton. Tani, gjëja tjetër është, domethënë veshja i pason nga njëri tek tjetri. Pason nga njëri tek tjetri. Tani i pari, që është tek dhoma e gjumit, se janë 6 pika dhe keni 5 pjesëtar, i pari që është atje sapo të mbaroj kalimin e veshjeve do shkoj direkt tek pika e fundit që është living, dhe do vi të presi këtu derisa të vi veshja tjetër. Tani, nëse doni të jeni më rehat me një veshje tjetër, besoj që mundet. Po mirë, se shikoni unë